Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë dein është borxhi. Do të thonë nëse njeriu vdes dhe nuk ka marr pasuri me dhunë, nuk është pasuruar me dhunë, nuk e ka marr tjetrit me dhunë dhe nuk i ka borxh askujt, janë cilësi të mira. Prandaj duhet kemi kujdes. Njeriu i cili mundohet ta laj borxhin me këtë dynja, mos shkoj me borxhe te Allahu subhanahu xhela xhelalu, kjo është për cilësive të mira. Jo vetëm cilësive të mira, por shenjë mirë. Prandaj e kemi thënë shpesh herë në ligjëratat shumëta që borxhi është shumë e rëndë për njerin. Borxhi është shumë i rëndë. Do thonë që të shkosh në varr me borxhe është shumë rëndë për atë xhenazë se për atë njerëz që është futet në varr me borxhe me hakun e tjetër kujt. E kemi thënë dhe e përsërisim që Allahu subhanahu xhella xhelalu hakun e tjetrit nuk e fal, edhe ai që është shahid i cili ka rënë rrugën e Allahut, është vrarë për hir të Allahut dhe vdes me borxhe, nuk ja fal Allahu subhanahu xhella xhelalu. Nuk ja fal Allah azza wa xhel borxhin. Prandaj njeriu sa është me këtë dynja të mundohet ta shikoj vetin e vet që unë pasurinë që e kam nuk du ta marr me dhunë dhe nuk du ta marr hakun e tjetër kujt, plus nëse i ka marr borxh dikujt, çka duhet të bëj? Të mundohem me lat borxh. Ka pas raste që profeti alayhi salatu wasalam nuk e ka fal xhenazën. Ka pas rast që ka vdek dikush dhe profeti alayhi salatu wasalam përpara se me fal xhenazën ka pyet. Ka thënë, a ka borxh ky dikujt? Xhenazë, ky njeri i cili ka vdek. Ai ka borxh dikujt, është ngret dikush ka thënë ja Resulullah, më ka mu 2 denar. Profeti alayhi salatu wasalam ngret dhe ka thënë, faleni se unë nuk e fali. Ngret shkoi, ka thënë faleni se unë nuk e fal. Është ngret një prej sahabëve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ja Resulullah, ktheu falë xhenazën se unë do t'ja laj. Unë kam për t'ja la borxhin. Ktheu falja xhenazën. Dhe masi e ka fal profeti alayhi salatu wasallam, nesër kur e ka taku prapa sahabin atë shokun e vet i cili ka siguru dhe ka qenë garant që ta laj borxhin, i ka thënë a e lave borxhin? Po ja Resulullah, ja kam latë, tash u rahatu. Pse? Se borxhi është i rëndë. Është i amël kur e merr. Ama ndoshta është i rëndë me e kthy, po patjetër duhet ta kthesh, pse është haku tjetër kujt. Është haku tjetër kujt, edhe ne shikojmë për ditë raste të tilla që ka konflikte të ndryshme familjare, shoqërore, ku e di, që janë i dhuru me njëri tjetrin, nuk flasin me njëri tjetrin, ndoshta edhe janë vrarë me njëri tjetrin, pse? Për shkak i borxhit. Shkak i borxhit. Prandaj nuk është mirë me marr borxhe për gjëra qefi. Domethënë nëse nuk je i detyruar me marr borxhe, më merr borxh, më mirë, më rahatje. Ne po shikojmë njerëzit sot që po marrin borxh për qef. Po marrin borxh shkojnë në pushime, merr borxh bën një dasëm luksoze. Po nuk është patjetër unë ta bëj dasmën se ka bë komshia ose ka bë fulani ose fulane dasmën shumë të mirë, unë prej natit atij ta bëj edhe më të mirë dhe po marr borxhe. Nuk shka, shtri kamët sa i ke erganin. Pse? Sepse ti nese si do ta lash atë borxh. Nese si do ta lash atë borxh, nuk është kollaj. Prandaj, ajeti më i gjatë në Kur'anin Kerim kush është? Po ta shikosh në Kur'anin Kerim, ajeti më i gjatë kush është? Borxhi. Ajeti më i gjatë që ke në Kur'anin Kerim është ajeti borxhit që flet për borxhin. Është një faqe komplet e Kur'anit Kerim. Është një faqe komplet e Kur'anit që flet për borxhin. Dhe mënyrën si ta marrësh borxhin, pra nuk inkurajojmë njerëzit të marrin borxhe për qefe. Por nëse je detyruar do ta marrësh borxhin, s'ke për momentin je të bëj diçka, do blesh ku di unë një shtëpi, do bësh diçka që je detyruar. Ka raste të tillë që marrin borxhe edhe për ilaçe, për smundje. Kur je detyruar, apo për çfarë bëre? Për gjëra qefi mos merr borxh. Se është përgjegjësi e madhe. Dhe momenti që kemi thënë, momenti që ti e merr borxhin, ama e merr me niyetin për ta lanë borxh. I drejtohesh Allahut subhanahu xhela xhelalu, ja Rabbi ndihmo me la kët borxh. E kam marr, po ndihmo. Çu ta laj kët borxh? Për Zotin e Madh, bëj be Allahun subhanahu xhela xhelalu, njeriu i cili e merr borxhin. Me niyetin me lat borxh, ka me lat borxh.
ka me la atë borç, ka me kthy atë borç. Pse? Sepse ju ke mbështet Allahut subhanahu xhelle xhelalu, dhe këtu është vërtetohet hadithi, thënia e profetit alayhi salatu wassalam në një hadith i cili thot sallallahu alaihi wasallam që kush merr borx, me domethënien e hadithit, kush merr borx, me njëtin me la borxhin, me njëtin me la borxhin, me kthy borxhin për hir të Allahut azza wa xal, ka me ndihmu Allahu subhanahu xhelle xhelalu, ka me tar risku, ka sa pret mendja. Pse? Se këtu e ndërlidhem edhe me një ajet tjetër kuranor. Sepse ti momentin që e more borxhin, ti ke frikë Allahun. Që thu, ja Rabb, inshallah nuk vdes me këtë borxh, unë du ta laj këtë borxh, nuk du të kthehem te ty, ja Rabb el alamin, me borxhin, me hakun e tjetër kujt. Dhe këtu është frika ndaj Allahut. Dhe kush e ka frikë Allahun, çka ndodhen? Ajeti kuranor thot i madhi Zot: "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Dhe kush e ka frikë Zotin? Wa may yattaqillah, kush e ka frikë Zotin? Yaj'al lahu makhraja. Do thonë, nëse ti je për atyre njerëzve, jemi për atyre njerëzve që kemi frikë Zotin, fjalët tona, veprimet tona, punët tona, jetën tonë përditshme, Allah azza wa jall çka do t'japi? Shikoni përgëzimet të mirat që Allah azza wa jall t'jep, thot do t'i liroj ose do t'i lehtësoj punët. Do të bëj rrugë zgjidhje për çdo problem që ti ke, do t'japi rrugë dalje ose zgjidhje Allahu subhanahu xhelle xhelalu, dhe thot i madhi Zot: "Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Dhe Allah azza wa jall ka me furnizu ka si pret mendja. Prandaj kur merret borxhi me njëtin për ta la dhe me frikën që thuaj ja Rabbi s'du të vdes me këtë borxh, dis inshallah kemë la atë borxh me lejen e Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Je mbështet Allahut azza wa jall xhelle xhelalu. Po për Zotin, nëse njeriu e merr borxhin me njëtin, me qëllimin me la borxhin pasha Zotin, bëj be. Nëse njeriu e merr borxhin me njëtin, me qëllimin që ja Rab ndihmon, o Zot ndihmon ta kthej këtë borxh. Po për Zotin Allahu subhanahu xhelle xhelalu ka vetë bot mundër ta kthesh borxhin, dhe Zoti do të furnizoj ka sta pret mendja ty, sepse ti ke frikë borxhin ta mbash. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Rabbul alamin thot, dhe kush e ka frikë Zotin, dhe ti ke frikë Zotin ta mbash borxhin, hakun e tjetër kujt, është haki tjetër kujt, nuk është e jotja. Nuk është e jotja, dhe kemi thënë që hakun e tjetër kujt, Zoti ty nuk ta fal as mua as kërkujt, nuk ja fal Allah azza wa jall hakun e tjetër kujt. S'është dirsa tjetër kujt. Dhe Zoti është i drejtë, Zoti nuk bën pa drejtësi. Dhe Allah azza wa jall kur thot: "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Dhe kush e ka frikë, para të kesh frikë Zotin, nëse e ke frikë Zotin, thot Rabbul alamin ka premtuar diçka. Çka të ka premtuar? Yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ka me të furnizu ka sta pret mendja. Ka me të furnizu ka sta pret mendja ty. Prandaj momenti që ti e merr borxhin me njëtin me la borxhin dhe mendimin pozitiv që Allah azza wa jall do ndihmoj, dije se për Zotin Allah azza wa jall ka për të ndihmuar.